shtator të vitit 2020 u bëra pjesë e forcave të armatosura. Dëshira për të qenë pjesë e ushtrisë më vjen nga familja, duke qenë se vi nga një familje ushtarakësh, babai si njëri që ka shërbyer për shumë vite forcave të armatosura, e ka të trashëguar tek unë këtë lloj dëshire dhe ja ku jam sot në uniformë. Të jesh pjesë e forcave të armatosura, të jesh pjesë e forcës ajrore dhe sot në uniformë si një pilote, për mua është një privilegj goxha i madh. Në shtator të 2022-shit, unë u certifikova si pilot ushtarak helikopteri, por një nga fluturime që unë e mbaj mend edhe sot është janari 2022-shit edhe fluturimi vetëm, ne e quajmë edhe solo flight, është një fluturim ku çdo pilot duhet ta kalojë për të vërtetuar ose për të treguar ato aftësitë e vet që ai me të vërtet mund ta pilotojë një helikopter edhe vetëm. Historia ka treguar që vajzat mund të jenë të barabarta me meshkujt në shumë fusha të jetës. Për të gjithë ata të rinj që kanë një ëndër, kanë një dëshirë, kanë një pasion të punojnë fort, sepse në këtë jetë çdo gjë realizohet nëse vërtet e dëshironi atë.